Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, pasi që ka komente të shumta për zgjedhjen e finalistit të dytë, amendësime të ndryshme që produksioni bëri me padrejtësi ndaj Eglit, bëri me hile. Unë jam munduar që të përshkruaj të gjithë këtë ngjarjen, nga të gjitha informacionet që nga fillim për të ndarë me ju qëndrimet e publikut, por njëkohësisht edhe a është një lojë e manipuluar kjo, çfarë po ndodh, apo respektohen votat e publikut apo jo. Që nga momenti kur Egli Tako hyri në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, u kuptua qartë se kishte diçka ndryshe, e sinqert, e drejt për drejt dhe me një karakter të fortë që nuk u përkul para askujt. Egli fitoi jo vetëm respektin e bashkëbanorëve, por edhe simpatinë e publikut. Në sondazhet online, Egli fillon të ngjitet në maj, duke lënë pas konkurrentë të tjerë, përfshirë edhe Laert Vasilin, i cili nuk arrin të krijojë të njëjtën lidhje emocionale me publikun. Dua të ndaloj në këtë pjesë, në qoftë se ne bazohemi nëpërmjet rrjeteve sociale. Egli Tako ka një ndjekshmëri të frikshme në Instagramin e saj, ku followersat vetëm po rriten dita ditës, ndërsa te Laert Vasili nuk ka followersa fare. Do të thënë, kjo kupton që ky reality show, të paktën në këto 3 vitet e fundit apo në këto 3 edicionet e fundit, është bazuar gjithmonë në followersa, është bazuar gjithmonë në ndjekës, është bazuar gjithmonë në viralitet, dhe në këtë rast Laert Vasili po bën nuk ka fare followersa, dhe këtu më së shumti publiku çuditërisht kapet se si mundet që Egli të mos zgjidhet finalisti aty duke patur gjithë ato followersa dhe gjithë ato ndjekje në Instagramin e saj. Hashtagët si Egli mbretresh, Egli finaliste, vetëm Egli, marrin 10 mijëra ripostime dhe komente në çdo sondazh të publikuar nga portale dhe faqe të ndjekura nga fansat e Big Brother VIP Albania. Egli qëndron konstant në vend të parë, me mbështetje që kalon shpesh 60 apo 70% të publikut. Ndërkohë Laert Vasili shfaqet gjithnjë në pozitat e fundit në sondazhe, shpesh herë me komente negative rreth sjelljes së tij në shtëpi, mënyrës së komunikimit dhe distancimit të tij emocional nga shumë banor. Do me thënë, sipas të gjitha sondazheve të cilat janë transparente, nga faqe të thjeshta, të cilat janë krijuar nga fansat e banorëve të Big Brother VIP Albania, por në sondazhe nuk ka mënyrë që të preket sondazhe të cilat janë transparente, janë krejtësisht të hapura. Egli është banorja e cila merr më së shumti popularitet, e cila merr më së shumti dashuri, e cila merr më së shumti komente, më së shumti vota për të shpallur si finaliste, dhe në fakt kjo ishte ajo pika që Egli e dinte shumë bukur që ajo do të ishte finalistja e dytë, edhe kjo mbrëmishte ajo pika që Eglin e vrau më së shumti kur e kuptoi që produksioni nuk e respektoi votën e publikut të lirë, por respektoi dëshirën e tyre që në fakt produksioni Big Brotherit e nxori Laertin finalist, jo vota e publikut, sepse vota e publikut në për të gjitha sondazhet, tani duhet të jemi të sinqert, pa marrë parasysh na pëlqen apo nuk na pëlqen, vota e publikut natën e mbrëmshme nuk u respektua në asnjë mënyrë, pa marrë parasysh që produksioni duhet të ishte transparent, dhe kur flasim në një reality show që mbaret nga votat e publikut, pa marrë parasysh kushdo qoftë banori që është brenda, çfarë bagazhi ka, çfarë jete ka, çfarë të kaluar ka, duhet ta pranon veten e tij në radhitjen ku është, edhe duhet ta pranon veten kur publiku nuk e do dhe nuk e vlerëson me votat e tij. Dhe në këtë rast publiku vlerësoi më së shumti Egli Tako, nuk e vlerësoi në asnjë mënyrë Laert Vasilin, dhe për këtë gjë duheshte të jetë produksioni transparent, që edhe banori ta kupton që produksioni e vendosën që të jetë Gjesti, Egli, që të jetë Loredana, pa marrë parasysh nuk kanë dashuri për shembull për X banorin tjetër. Në një mbrëmje me plot emocion dhe debate, Egli Tako përballon një panel akuzues me qetësi, maturi dhe elekuencë. Komentuesit në rrjetet sociale shpallin zonjën e vërtet të shtëpisë, ndërkohë Laert Vasili përballet me kritika për qëndrimin e tij të mbyllur dhe indiferent ndaj shumë çështjeve të rëndësishme që kanë ndodhur brenda kësaj shtëpie. Në fund të prajmit, opinionistët japin sinjale të qarta që Egli jo dhe e ka vendin në finale, një vendim që i duke i vulosur edhe nga dashuria masive
që ajo po merrte jashtë, por nga opinionistët të paktën natën e mbrëmshme dhe nga produksioni nuk u bë përpos Valbonës, e cila reagoi në një farë mënyre që ishte e padrejtë për zgjedhja e Laert Vasilit për të qenë finalisti i dytë. Në televotim për vendin e fundit, domethënë për vendin e dytë në finale, Egli Tako garonte përballë Laert Vasilit dhe dy banorëve të cilët ishin shumë të komentuar në rrjetet sociale. Rrjetet sociale u tmeruan, domethënë për Eglin, influencer, analistë të Big Brotherit, artistë dhe qytetarë të thjesht postonin mesazhe mbështetëse. Votojen i Eglin për finaliste, platforma të ndryshme lëshonin sondazhe ku Egli fitonte me përqindje ndërmuese, në disa ajo kalonte më shumë se 80%. Për herë të parë vërehet një mobilizim jashtëzakonshëm për një prej banoreve të shtëpisë së Big Brotherit. Por nata që tronditi publikun me një qetësi ku Ledion Liço njofton se Egli Tako nuk është pjesë e finales, domethënë e finalistes së dytë, ndërsa Laert Vasili siguron vendin e finales. Salla pati një reagim të çuditshëm, ku komentet filluan mos luani me inteligjencën tonë, kjo nuk është votë e popullit, Big Brother është bërë një teatr. Në studio vetë Valbona që e thash që paru shpreh befasuar që kjo ishte e padrejtë, por gjithsesi me njëherë filluan, domethënë aludimet, amencimet filluan në rrjetet sociale duke thënë që kjo nuk ishte një përzgjedhje e duhur. Pas natës të çuditshme, portalet të shumta fillojnë të pyesin hapur më, a është kjo një manipulim i televotimit? Si është e mundur që Laerti që kishte përqindje më të ulët në çdo sondazh shkoi në finale? Pse nuk jepen përqindjet reale të votave siç ndodhte dikur? Analistët flasin për ndryshime të skenarit për arsye televizive, për favorizime që shkelin vullnetin e publikut dhe për votime që ndoshta nuk administrohen në mënyrë transparente. Egli Tako hyri në Big Brother VIP Albania dhe fitoi zemrën e publikut pa pasur nevojë për skandale apo lojra falso. Por ajo nuk arriti deri në këtë pikë finalen dhe nuk do të arrijë sepse Ledion Liço natën e mbrëmshme tha që në finale do të shkojnë 4 banorë dhe 2 kanë shkuar Laerti dhe Rozana dhe 2 të tjerët janë Gerta Gixhari dhe Gjesti, ndërsa për Eglin loja përfundon këtu. Dhe kjo sipas shumicës dërmuese të shikuesve nuk ndodhi sepse nuk e meritonte, po sepse dikush tjetër vendosi ndryshe. Dhe kur një spektakël që duhet të jetë drejt për drejt, transparent dhe popullor, fillon të jep rezultate që bien ndesh me zërin e publikut, lind pyetja më serioze: a është Big Brother VIP Albania një reality show apo një skenari para përgatitur me protagonistë të caktuar? Publiku e kërkon përgjigjen dhe këtë herë nuk do të hesht. Të paktën këto kanë qenë komente të gjitha që unë i kam lexuar dhe si komentuesi i këtyre reality show-ve kam të drejtën që të jap mendimin tim dhe të qëndroj për krah publikut për të kuptuar atë të vërtetën. Egli Tako tashmë nuk është finalistja dhe finalistët mbeten po këto të 4: Gjesti, Gerta, Rozana dhe Laerti. Dua të marr mendimin tuaj.